Një mësues muzike, njeri i heshtur dhe i përullur, e gjeti veten të burgosur nga një ndjenjë që nuk duhej të ekzistonte. Zemra e tij rrite fort sa herë që përballë kishte ish nxënësen e tij. Tashmë një vajzë e rritur, me shpirt të gjallë dhe pasion të pashuar për artin. Çdo bisedë me të ishte si një melodi që ndiste jetë brenda tij, por njëkohësisht e plagoste, sepse morali dhe rrethanat nuk i lejonin të pranonte hapur atë që ndjente. Natën, kur dritat e qytetit fikeshin dhe heshtja mbulonte gjithçka, ai ulej pranë pianos. Gishta të lodhur, por të zjarrt, shpiknin tinguj të fshehtë që askush nuk do t'i dëgjonte kurrë. Ato melodi ishin rrëfimet e shpirtit të tij, sekretet që pianua i ruante si një ark e mbyllur. Një ditë, vajza i foli me sinqeritet. Ti arsyeja pse unë e dua muzikën. Ti je frymëzimi im. Zemra e tij u përfshi nga një flakë e ëmbël dhe e dhimbshme. Ai do të donte ta përqafonte. Ti thoshte se ajo ishte gjithçka që kishte munguar në jetën e tij, por zgjodhi heshtjen. Me një buzëqeshje që i mbulonte dhimbjen tha vetëm: "Unë do të jem gjithmonë krenar për ty." Ajo vazhdoi rrugën e saj, duke marrë me vete dritën dhe ëndrat. Ai mbeti vetëm me pianon, duke luajtur tingujt e një dashurie të pamundur. Një dashurie që do të mbetej përgjithmonë e pathënë, por e pavdekshme në muzikën e tij.